Në qendrën komunitare Dizolonjat ka startuar edicioni 2 i kampit veror të Buzëqeshim Verës, një nismë e Bashkisë Shkodër që synon të sjellë për fëmijët e komunitetit një verë ndryshe, të mbushur me argëtim, zhvillim personal dhe aktivitete edukuese. Rreth 150 fëmijë të grup moshave 6 deri në 14 vjeç janë përfshirë në këtë kamp, i cili zhvillohet në 2 javë dhe 2 pika të ndryshme, në qendrën komunitare Dizolonjat dhe në shkollën Dëshmorët e Prishtinës. Fëmijët marrin pjesë në lojra të organizuara, punëtori kreative, aktivitete edukative dhe ushtrime zhvilluese që stimulojnë shprehin, bashkëpunimin dhe vetbesimin. Duke parë çurinë e mirë që pat vitin e kaluar, suksesin dhe kënaqësinë e fëmijëve, ne që punojmë gjithmonë me familjet në vështirësi, me fëmijë që kanë nevojë për mbështetje, patjetër planifikume që këtë vit të jetë edhe më i organizuar, edhe më i madh edhe me më shumë fonde. Qëllimi kryesor është që gjatë periudhës që unë mbaroj viti shkollor, fëmijët jenë të organizuar dhe të kalojnë kohën e lirë në mënyrën e duhur. Që koha lirë të shërbejnë atyne për lojna, për edukim, për zhvillim psikosocial që fëmijët kanë nevojë. Për këtë arsye na kena organizuar një plan të mirëfillt të detajuar për çdo ditë dhe për çdo orë që fëmijët qëndrojnë në kamp, ku janë të ndërthurura lojnat sportive, lojnat argëtuese, lojnat edukative, tema të ndryshme sociale, që fëmijët ndihen mirë. Vetë fëmijët tregojnë se ky kamp po i jep jo vetëm mundësi të argëtohen, por edhe të socializohen me bashkëmoshatarët. Unë jam Emilia Baba, jam 11 vjeçare dhe kam ardhur këto për mu argëtu dhe jam shumë e kënaqur që vite kampi veror dhe bëjmë shumë lojë argëtuese. Këtu kam njeh shumë shoqe dhe shok të ri. Unë jam Amar Curri dhe erdha në këtë kamp veror duke ma sugjeruar një shok i imi dhe kam dalë shumë i kënaqur për tyre edhe me mësuesit që kemi për kujdesari për këtë kamp veror, por edhe me shokët dhe shoqet e reja që kanë zënë në këtë kamp. Kampi veror të Buzëqeshim Verës, edicioni 2 i kësaj nisme të Bashkisë Shkodër, synon të ofrojë për fëmijët një hapësirë pozitive, të sigurt dhe të mbushur me aktivitete që i ndihmojnë të rriten me gëzim.